Kryeministri i vendit Hristian Mickovski gjatë vizitës së tij në kompaninë Alkaloid ka paralajmëruar cikël të ri të investimeve të huaja dhe vendore. Në prononcimin e tij Mickovski ka thënë se aktualisht 2 kompani kanë paralajmëruar investime në vendin tonë, ndërkaq deklaroi se edhe 3 të tjera pritet ta konfirmojnë këtë deri para festave të fundvitit. Mund të them se aktualisht kemi 2 konfirmime. Një kompani turke dhe një kompani gjermane, të cilat në tërësi do të investojnë afërsisht 80 milion euro. Eksportin të cilin të dyja kompanit do ta bëjnë nga Maqedonia e Veriut do të jetë mbi 200 milion euro. Të dyja kompanit pritet të hapin afërsisht 1000 vende të reja pune. Ndërkaq, drejtori gjeneral i kompanisë Alkaloid, Zhivko Mukajatov, ka thënë se kompania vitin 2025 e ka mbyllur me bilanc pozitiv dhe pse të njëjtin vit e vlerëson si vit sfidues. Ishte vit sfidues, por mund të konstatoj se vitin e mbyllim me bilanc pozitiv, më shumë se sa kemi parashikuar. Të ardhurat e përgjithshme për këtë vit janë diku 335 milion euro dhe me shifra rekord të eksportit mbi 220 milion euro. Sinqerisht jam shumë i kënaqur. Në vizitë me kryeministrin ishte edhe ministri i shëndetësisë Azir Aliu, po edhe eksponent nga qeveria. Ndryshe, Alkaloid është kompani për prodhimin e barrërave, për punimin e lëndëve të para bimore, si dhe prodhimin e produkteve kozmetike dhe kimike.